Horoskopi i ditës, e diel, 30 nëntor, 2025. Çfarë kanë rezervuar yjet për ditën e sotme? Dashi. Do të përballeni me një fundjavë të mbushur me energji dhe vendosmëri. Lidhur me punën, disa çështje mund të gjejnë më në fund një zgjidhje pozitive. Në dashuri, çiftet do të përjetojnë momente lidhjeje dhe pasioni, ndërsa beqarët mund të hasin takime stimuluese. Demi. Do të keni një fundjavë të qetë dhe të qëndrueshme. Yjet ju ndihmojnë të menaxhoni marrëdhëniet me qetësi dhe diplomaci. Në dashuri, ata që kanë përjetuar keqkuptime mund të sqarojnë dhe të rivendosin harmoninë në marrëdhënien e tyre. Lidhur me punën, do të jetë e dobishme të planifikoni aktivitete. Binjakët. Një javë e gjallë, energji dhe kuriozitet. Për sa i përket punës, idetë ose bashkëpunimet e reja mund të jenë të rëndësishme. Në dashuri, beqarët mund të përjetojnë takime interesante ndërsa çiftet do të rizbulojnë komunikimin dhe mirëkuptimin. Gaforja. Po përballeni me ditë vetanalize dhe reflektimi. Yjet ju këshillojnë të sqaroni çdo dyshim emocional dhe të komunikoni me ndershmëri. Për sa i përket punës, këmbgëgulja dhe vëmendja ndaj detajeve do të shpërblehen. Luani. Do ta mbyllni javën duke u ndjer plot energji dhe gati për të qenë në qendër të vëmendjes. Për sa i përket punës, projektet e rëndësishme mund të ecin përpara, ndërsa në dashuri, çiftet do të përjetojnë momente pasioni dhe lidhjeje. Virgjëresha. Mezi prisni një fundjavë produktive të fokusuar. Në punë, iniciativat e fokusuara dhe të organizuara do të japin rezultate pozitive. Në dashuri, ata që kanë përjetuar keqkuptime mund të sqarojnë dhe të rivendosin harmoninë në marrëdhënien e tyre. Peshorja. Do të keni një fundjavë të favorshme për sqarime dhe mundësi të reja. Dialogu do të jetë thelbësor. Çiftet do të rizbulojnë harmoninë ndërsa beqarët mund të bëjnë takime stimuluese. Sa i përket punës, idetë dhe bashkëpunimet do të shpërblehen. Akrepi. Një periudhë intensive do të përfundojë me një fundjavë pasioni dhe vendosmërie. Lidhur me punën, iniciativat personale mund të sjellin rezultate konkrete. Shigjetari. Po përballeni me një fundjavë të mbushur me entuziazëm dhe mundësi të reja. Sa i përket punës, projektet krijuese dhe iniciativat origjinale do të gjejnë hapësirë dhe njohje. Në dashuri, beqarët mund të përjetojnë takime stimuluese. Britsjapi. Fundjava kërkon fokus dhe metodë. Sa i përket punës, projektet përparojnë fal vendosmërisë dhe këmbëguljes. Qartësia dhe sinqeriteti forcojnë lidhjet, ndërsa beqarët mund të zbulojnë mundësi të reja. Ujori. Do të keni një fundjavë të favorshme. Sa i përket punës, idetë dhe projektet e reja do të gjejnë hapësirë dhe vlerësim. Në dashuri ndershmëria do të shpërblehet. Beqarët mund të bëjnë takime interesante. Peshqit. Kjo fundjavë do të jetë një fundjavë emocionalisht intensive. Dëgjimi i zemrës suaj do të jetë thelbësor për të marrë vendime të rëndësishme. Lidhur me punën, intuita juaj do t'ju ndihmojë të menaxhoni situatat komplekse dhe të gjeni zgjidhje efektive.